Kryeministri a mund ta shmangte. Kryeministri e ka përgatitur për të promovuar në një hapësirë të tillë dhe ai nuk ka kërkuar ta shmang, por ai ka kërkuar të kundërtën që të promovohet në mesin e muslimanëve, ku edhe ai e bëri këtë promovim. Nuk është hera e parë që promovon diçka në kundërshtim me besimin islam brenda muslimanëve. Kjo është e përsëritshme, por këtë radhë bëri nëpërmjet një libri, ku për fatin e keq ata që ja promovuan, pra ata që duart rokitën, ata që ishin pjesëmarrës aty, ishin njerëz të cilët e dinë ç'është feja dhe janë të bindur për kontradiktën që ka kopertina e librit me atë që ata besojnë vetë. Ishte promovim apo provokim, duke qenë se sapo thatë që e ka bërë edhe herë të tjera? Atëherë, në titull thuhet promovim, por në fakt ky është provokim. Çfarë provokimi? Sepse të promovoni një libër apo një kopertinë libri të paktën që bien kundërshtim me besimin e pjesëmarrësve aty, kjo nuk është promovim libri, kjo është një provokim për të provuar se sa të ndjeshëm janë pjesëmarrësit dhe se sa mund të ka përdinë atë ka fshat që ai jo ka paraqitur përpara, jo ka sjellë në tryezë.